на граѓаните. Денешниот настан е токму тоа, пуштање во употреба на системот за заеднички гранични проверки One Stop Shop на граничниот премин Блаце Елас Хан, со што преминуваме во нова фаза на соработка помеѓу нашите две држави. За системот One Stop Shop се зборуваше многу и во минатото, за жал без реална реализација. Но, благодарение на посветеноста на двете влади, на министерствата и граничните служби, за помалку од една година со изградба на нова физичка и дигитална инфраструктура, добивме вистински функционален систем кој возможува само едно застанување и една пасошка контрола. Ова е резултат на договорот помеѓу двете влади и протоколот што го уредува начинот на гранични и царински контроли, инфраструктурата, размената на податоци и подолба на трошоци. Целта е јасна, побрзо, поедноставно и побезбедно преминување на границата. За патниците тоа значи една проверка наместо две, пократко чекање и подобро искуство. А за службите поефикасна работа, подобра координација и посилна борба против незаконските активности. Да подсетам, граничниот премин Блац Елас Хан е еден од најфреквентните во државата, со над 4,3 милиони патници годишно, значаен не само за граѓаните на Македонија и Косово, туку и за меѓународниот транзит на луѓе и стоки. Со овој проект отвараме ново поглавање на поврзаност, побрз транспорт, повеќе трговија, туризам и пријателство помеѓу нашите две убави држави. Огромна лична благодарност до мојот колега министерот Свечла и огромна благодарност до двајцата премиери кои што лично беа посветени за реализација на овој проект и се надевам дека виднина ќе овозможиме за нашите граѓани многу побрзо и многу пофункционален граничен премин кој што ќе ги зближува овие наши две убави држави. Благодарам многу. Të nderuar kryeministra, zoti Kurti, të nderuar zëvendës kryeministra të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës, zëvendës ministra, anëtar të dy kabineteve qeveritare, të nderuar përfaqësues të korit diplomatik dhe partnerë të dy policive të shtetet tona, udhëheqës të policive kufitare, të nderuar drejtor të doganave, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, të nderuara media. Takimi ynë i përbashkët sot këtu shënon një hap të rëndësishëm bashkëpunimit mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, me një rezultat konkret që kontribon në lehtësimin e qarkullimit kufitar dhe ndërmjet të dy vendeve tona. Sot po kurorëzojmë një marrëveshje të suksesshme mes ministrive të brendshme të qeverive tona, e cila mundëson kalimin kufitar një ndalesë një kontroll, si në këtë pikë kufitare ashtu edhe atë të Lloboqit Zjarricës. Ky është padyshim një pasqyrim i aspiratat tona të përbashkëta, kufi të hapur por të sigurt. Formati i kalimit kufitar me vetëm një ndalesë është realizuar tashmë me sukses me Republikën e Shqipërisë dhe jam i bindur se po kështu do të zbatohet edhe me Republikën e Maqedonisë së Veriut. Qytetarët tanë përgjatë kalimit kufitar do të kenë vetëm një ndalesë, hap ky që do të minimizoj dukshëm pritjet e tyre. Në anën tjetër, policët kufitar të dy shtetet tona në një pikë të përbashkët kontrolli me sistem të integruar, përveç që do të kujdesen për zbatimin në plotëni të marrëveshjes arrit, do të kenë fokus edhe sigurinë e domosdoshme ndërkufitare. Ministritë e brendshme të shteteve tona respektive gëzojnë bashkëpunim të shkëlqyer në fushën e sigurisë e veçanërisht policitë tona. Historia deri tashme e këtij bashkëpunimi është dëshmia më e qartë e goditjes me sukses të çdo rjeti apo grupi kriminal që ka zhvilluar aktivitetet ilegale ndërmjet shteteve tona.
Si dy shtete aleate, do të vazhdojmë qëllimin e bashkëpunimit në kuadër të sektorit të sigurisë, me qëllim që vendet tona të mos jenë në asnjë formë zonë e sigurt për zhvillimin e çdo aktiviteti ilegal. Të nderuar të pranishëm, nisur nga fakti se nga sot Republika Maqedonisë së Veriut dhe Republika Kosovës shënojnë edhe një hap suksesi, shfrytëzoj rastin të falenderoj kryeministrat Kurti dhe Mickoski për mbështetjen, homologun dhe mikun tim Toshkovski për gatishmërinë në bashkëpunimin dhe ekipet e shteteve tona që kanë punuar me përkushtim që ky projekt të realizohet sa më shpejt, sa më mirë, ky projekt i përbashkët dhe madhor. Ju falenderoj. Të nderuar qytetarë, miq të Ballkanit dhe të Evropës. Ka momente në histori ku një thirrje vetme i flet gjithë botës. Thirrja jone e përbashkët solene nga ky vend është integrimi tani. Në Blac, aty ku para 26 vitesh u vë në test njerëzimi dhe përcaktimi i tij për lirinë, për bashkimin, për të ardhmen, sot simbolikisht po nisim një histori të re të bashkëpunimit për zhvillim dhe për përparim. Sot me inaugurimin e të ashtuquarit One Stop Shop, sistem të menaxhimit të kufirit, ne po shënojmë një moment të rëndësishëm për lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave si një postulat themelor i bashkimit evropian. Në këtë frymë, ne edhe praktikisht po hedhim hapin e radhës drejt realizimit të konceptit Evropa pa kufi. Dhe kjo maksim vlen jo vetëm për kufit fizik që ndajnë vendet e Ballkanit, por edhe për kufit mendor që ndajnë bashkëpunimin nga paragjykimi, fqinësinë nga friga, zhvillimin nga izolimi. Të nderuar të pranishëm, integrimi nuk është vetëm proces politik, është vizioni ynë për një të ardhme pa mure, pa kufit që ndajnë, por me ura që lidhin. Për një Ballkan të paqes, të zhvillimit, të drejtësisë, për një Europë që mban premtimet e veta dhe nuk ndalet në pragun e derës sonë. Kjo është kohë që tregojmë leadership, jo viktimizim, bashkëpunim, jo ndasi, vizion, jo nostalgji për të shkuarën, sepse Ballkani është Europë. Ballkani meriton të jetë pjesë e bashkimit evropian, jo si një bar, por një si vlerë e shtuar. Le të bëjmë realitet një Ballkan të integruar në një Evropë të integruar. Fqinësia e mirë nuk është një slogan, është qelësi i paqes dhe i së ardhmes sonë. Urime menaxhimi i përbashkët i kufirit Maqedonie Veriut Kosovë dhe na prit të mbara. Faleminderit. Почитувам премиер на Република Северна Македонија, господин Кристијан Мицковски. Почитувам премиер на Република Косово, господин Альбин Курти. Почитувани пратеници и министри, представници на медиумите и институциите, почитувани граѓани и пријатели на Балканот и Европа. Има моменти низ историјата кога еден единствен повик му говори за целиот свет. Денес нашиот заеднички свечен повик од ова место е интеграција сега. На Блаце, таму каде што пред 26 години човештвото и неговите определби на страна да тргнете веднаш, оти после нема да можете инсерти. Tekrar shumë ju më panaftë.